Kapitulli 13. Në atë kohë erdhën disa njerëz te Jezui e I treguan për Galileasit, gjakun e të cilëve Pilati e kishte përzierë me gjakun e flijimeve. Jezui I pyeti: A mendoni se Galileasit që vuajtën këtë gjë ishin më mëkatar se Galileasit e tjerë? Jo, po ju them, por nëse nuk pendoheni do të përfundoni të gjithë si ata. Po për ata të 18-tët, mbi të cilët Rakulla e Siloamit dhe I vrau, a mendoni se ishin fajtorë më të mëdhej se njerëzit e tjerë që banojnë në Jeruzalem? Jo, po ju them, por nëse nuk pendoheni, do të përfundoni të gjithë si ata. Pastaj Jezui tregoi këtë shëmbëltyrë. Një njeri kishte një fik të mbjellë në vreshtin e tij. Erdhi që të kërkonte ndonjë fryt në të, por nuk gjeti. Atëherë I tha vreshtarit: Ja, erdha 3 vjet me radhë që të kërkoja ndonjë fryt nga ky fik, por ende nuk kam gjetur asnjë. Preje, pse ta zër tokën kot? Vreshtari ju përgjigj: Zotri, lëre edhe këtë vit që ta prashise ta pleroj, se mos jep fryt vitin e ardhshëm. Nëse jo, preje. Një të shtunë, Jezui po mësonte njerëzit në një sinagogë. Aty gjendej edhe një grua e pështuar nga një shpirt që e kishte mbajtur për 18 vjet të krusur. Ajo nuk mund të rrinte drejt. Jezui e pa, e thirri dhe I tha: Grua, je e çliruar nga sëmundja jote. Kur e preku gruan me dorën e tij, ajo u drejtua e filloi të përlëvdonte Perëndin. Por kryetari I sinagogës u zëmërua që Jezui shëroi ditën e shtunë, prandaj I tha turmës: Ka 6 ditë në të cilat mund të punohet. Gjatë këtyre ditëve e jani për të shëruar e jo ditën e shtunë. Atëherë Zoti ju përgjigj: Hipokrit, a nuk e zgjidh se cili nga ju kaun ose gomarin nga grazhdi ditën e shtunë dhe e çon për t'i dhënë ujë? Atëherë kjo grua që është bia e Abrahamit, e që Satani e ka lidhur për 18 vjet, nuk u dash ka çliruar nga këto pranga ditën e shtunë? Pasi I tha Jezui këto, të gjithë kundërshtarët e tij u turpëruan dhe mbartur ma gëzoi për gjërat e mrekullueshme që bënte ai. Atëherë Jezui tha: Me çfarë ngjan mbretëria e Perëndis? Me çfarë mund ta krahasoj? Ajo ngjan me farën e sinapit, që një njeri e mori dhe e mbolli në kopësht. Fara u rrit, u bë pemë, dhe zogjtë e qiellit bën folet në degët e saj. Jezui tha përsëri: Me çfarë ta krahasoj mbretërinë e Perëndis? Ajo ngjan me tharmin që e mori një grua dhe e përzjeu me 3 masa mielli, derisa u mbrojti gjithë brumi. Rrugës për në Jeruzalem, Jezui përshkonte qytete e fshatra duke mësuar njerëzit. Dikush e pyeti: Zot, a janë pak ata që shpëtohen? Atëherë Jezui tha: Përpiquni të hyni në përderën e ngushtë, sepse po ju them se shumë do të mundohen të hyjnë, por nuk do të mundin. Nëse I Zoti I shtëpisë është ngritur dhe e ka mbyllur derën, e ju filloni të rrini përjashtë e të trokisni në derë duke thënë: Zot, na e hap derën, ai do të përgjigjet: Nuk e di nga vini. Atëherë do të filloni të thoni: Ne kemi ngrënë e kemi pirë me ty, dhe ti na ke mësuar në përsheshe. Por ai do të thotë: Nuk e di nga vini. Largohuni nga unë të gjithë ju që bëni padrejtësi. Atje do të ketë qara e kërcëllim dhëmbësh, kur të shihni Abrahamin, Isakun e Jakobin bashkë me të gjithë profetët në mbretërinë e Perëndis, ndërsa juve do t'ju kenë hedhur përjashta. Atëherë do të vinë nga lindja e nga perëndimi, nga veriu e nga jugu, dhe do të hanë në mbretërinë e Perëndis. Dhe ja, të fundit do të jenë të parët, e të parët do të jenë të fundit. Në atë çast, disa farisej erdhën e I thanë Jezuit: Largohu që këtej se Herodi kërkon të vras. Dhe Jezui u tha: Shkoni e I thoni asaj dhelpre: Ja unë po të bëj djajt e po shëroj sot e nesër. Ditën e 3 e mbaroj veprën time. Megjithatë sot, nesër e pas nesër, unë do të eci udhësime, sepse nuk është e mundur që një profet të vritet jashtë Jeruzalemit. Jeruzalem, Jeruzalem,
Ti që vret profetët dhe që me gur vret të dërguarit e Perëndis. Sa herë kam dashur ti mbledh bijtë tu siç mbledh kloçka zogjt e vet nën krah, por ju nuk deshët. Ja, shtëpia juaj do të mbetet e shkret. Unë po ju them se nuk do të më shihni më, derisa të thoni bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit.